Mazhoranca e djathtë dha ndoshta argumentat e fundit në lidhje me draftin për regjistrimin e popullsisë, vetëm disa minuta para miratimit të tij. Një dokument që ka ngjallur mjaft debate në lidhje me përfshirjen në të deklarimit fetar dhe etnik. Ata që e kundërshtojnë thonë se një vetë deklarim i tillë mund të rrisë në mënyrë artificiale numrin e minoritetit grek në Shqipëri, duke patur parasysh ndikimin e fortë të qarqeve të caktuara greke në jug të vendit. I vetmi zë kundërshtues në seancën e kuvendit, kryetari i PDU-s, parti që mbron të drejtat e popullsisë Çame, që u shpërngul me forcë nga trojet e veta nga shovinistët grek rreth 60 vjet më parë, Shpëtimi Idrizi, kërkoi që shumica e djathtë të mos ngutet në miratimin e këtij ligji, pasi sipas tij ai mund të bëhet i rrezikshëm për unitetin e kombit. Ky projekt ligj, censusi, që shënon të realizohet nëpërmjet tij, me gjithë përpjekjet që bëhen prej ideatorit, ka implikime ndërkombëtare. Domethënë, rezultati i censusit, sado me natyrë statistikore që të jetë, sado të nënvlerësohet prej propozuesve të projekt ligjit, do të prodhonte implikime ndërkombëtare. Shteti Fqinj apo shtetet të tjera të rajonit e kanë shprehur hapur interesin për këtë proces. Për këtë arsye ne kërkojmë miratimin e amendamenteve që ne po paraqesim në këtë seancë. Transparencë të procesit në hallkën tjetër të tij, që është puna e Komisionit Qendror të Censusit. Miratimin e një ligji tjetër që përcakton se ç'është përkatësia etnike apo kombësia apo etnia. Në një mbledhje të menjëhershme, grupi i deputetëve demokratë shqyrtoi amendamentet e partisë së Idrizit, por ato që prekin thelbin e ligjit nuk u morën në konsiderat. Ky veprim i mazhorancës u duk më tepër si një veprim rutin, fundi i së cilit ishte i përcaktuar. Një zhvillim i ri ishte fjala e ministrit Pollo, i cili atakoi në mënyrë të drejtë për drejtë me një fjalor të ashpër Aleancën Kuqezi, që ka marrë një aksion mbarkombëtar kundër regjistrimit etnik dhe fetar. Dhe goditja e drejtë për drejtë ishte për drejtuesin e saj, nën kryetarin e KLD-s Kreshnik Spahiu, mbështetës i presidentit Topi. Ky fund i dukshëm e ka humbur mbështetjen e Partisë Demokratike që e zgjodhi në krye të presidencës. Është shumë për të ardhur keq abuzimi që është bërë me këtë çështje dhe sidomos me këtë projekt ligj nga shumë persona publik, përfshi dhe disa zyrtar faqezinj, të cilët kanë dalë me votat tona para disa vjetësh, përfshi dhe me votën time. Dhe që na lën të rrimë të sodisim se si degradojnë dhe përçudojnë ofiqet që kanë dhe përpiqen të përbaltin çdo punë tjetër. Të mirë që ne të gjithë bashku me përpjekjet e arritet mos arritet tona, ndershmërisht përpiqemi të bëjmë. Regjistrimi i popullsisë dhe banesave i planifikuar për të miratuar para zgjedhjeve vendore të 8 majit për shkak të debateve të shumta u shtyp për tani, ndërsa pritet që regjistrimi mbi baza etnike dhe fetare, i pari i këtij lloji në Shqipëri, të nisë në vjeshtën e këtij viti. Në votim projekt ligji mori 71 vota pro dhe vetëm 2 abstenime.